Nga rezultatet paraprake të publikuara deri më tani, duket se Fatmir Limaj do të mbetet jashtë parlamentit. Një situatë e ngjashme paraqitet edhe për Duda Baljan, e cila gjithashtu duket se nuk ka arritur të kalojë pragun zgjedhor. Ndërkohë, garë shumë e ngushtë po zhvillohet për Ramush Haradinajin, i cili aktualisht është vetëm 0.66% mbi pragun e nevojshëm për të siguruar një vend në parlament, duke pasur parasysh se ende mbeten për të numëruar rreth 90.000 vota, përfshirë ato me post nga ambasada dhe votat me kusht. Situata mund të ndryshojë deri në përfundim të procesit të numërimit. Eugenca Kolli nga KDI-a ka bërë të ditur se sipas rezultateve dhe trendit aktual, lëvizja vetëvendosje pritet të sigurojë 56 mandate, PDK-ja 23, LDK 15 dhe AK-ja 6 mandate, ndërsa mandatet e komuniteteve mbeten kryesisht të pandryshuara. Ai thekson se me procesimin e votave të mbetura brenda Kosovës, ndryshime të vogla mund të ndodhin mes LVV-s, PDK-s dhe LDK-s. Sipas rezultateve dhe trendit të deritanishëm, ndarja e mandateve është si vijon. LVV-ja merr 8 mandate më shumë se në zgjedhjet paraprake, duke arritur në 56, PDK-ja një mandat më pak se në zgjedhjet paraprake, duke zbritur në 23 mandate. LDK-ja humb 5 mandate në krahasim me zgjedhjet e nëntëshkurtit, duke rënë në 15 mandate. AK-ja merr 6 mandate, 2 më pak se në zgjedhjet paraprake, ose 1 më shumë nëse ish deputetët e nismës llogariten veçmas. Ndërkohë lista serbe merr 9 mandate, duke ruajtur të njëjtin numër, dhe partitë e tjera marrin nga 1 mandat, përveç KDTP-s që merr 2 mandate. Me procesimin e votave të mbetura brenda Kosovës, si vetmi ndryshim i mundshëm në numërimin e mandateve mund të ndodhë mes PDK-s, që mund të fitojë një mandat në dëm të lëvizjes vetëvendosje, ose LVV-s, që mund të fitojë një mandat në dëm të LDK-s. Megjithatë, me rreth 70.000 votues jashtë vendit, votat e të cilëve janë në lojë, ndonse në skenarin më realist, numri i votave të konfirmuara pritet të jetë rreth 50-60.000. Rezultati final mund të pësojë ndryshime të mëtejshme. Nëse merren për bazë rezultatet e votimit jashtë vendit më nëntëshkurt dhe trendet e zakonshme të votimit me kusht, rezultati përfundimtar mund të jetë: LVV-ja mund të shkojë deri në 50.8% duke siguruar 57 mandate, PDK-ja mund të shkojë në 20.6% duke u endur midis 22 dhe 24 mandate, LDK-ja mund të shkojë deri në 14.2% duke marrë 14 ose 16 mandate, dhe AK-ja mund të shkojë deri në 5.7%, por nuk i ndryshon numri i mandateve që qëndron në 6.